Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi atë që po ndodh në lindjen e mesme, konkretisht në luftën me Iranin dhe se çfarë po ndodh nën tavolinë, pra teksa është deklaruar se ka disa negociata, por që janë mohuar nga ana e Teheranit. Ndërkohë ditën e sotme është mbledhur edhe G7 në Francë. Por çfarë po ndodh realisht dhe ku po shkon bota në këtë konflikt? Për të folur për këtë çështje, por edhe tematika të tjera, ne kemi të ftuar zotin Kreshnik Osmani, drejtuesi i lëvizjes Adeu. Zoti Osmani, përshëndetje. Përshëndetje, uroj të jeni mirë, faleminderit. Zoti Osmani, çfarë po ndodh në lindjen e mesme, konkretisht në luftën me Iranin, ku nga njëra anë presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se ka disa negociata që po zhvillohen underground, por Teherani ka mohuar ato. Në fakt, çfarë po luhet nën tavolinë, se ajo që po ndodh në terren deri tani sa i përket luftimeve e kemi parë nga raportimet e përditshme të mediave. Në fakt, ajo që është duke ndodhur është se gjithë bota e ka mbajtur frymën tashmë në lindjen e mesme, gjithë bota është e fokusuar atje për rëndësinë jetike që ka ky rajon në raport me të ardhmen ekonomike të planetit. Asgjë që ndodh duhet ta kemi parasysh nuk është rastësore. Ky është një konflikt që nuk është lokal, duhet ta kemi të qartë, por është një operacion gjeopolitik i cili po riformaton hartat e fuqisë në gjithë botën sot. Ky është, mund të themi, operacioni më i rëndësishëm kirurgjikal gjeopolitik që ka ndodhur planetit pas luftës dytë botërore. Izraeli dhe Irani janë një përplasje titanësh dhe bashkë me ta dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku çdo lëvizje mund të ndezë akoma më shumë luftën e tretë botërore, brenda të cilës ne jemi tashmë, që ka filluar prej 2022-shit, 24 shkurtin e 2022-shit. Ky tension është duke u shfrytzuar edhe si mjegull për të mbajtur edhe planet të tjera, për të mbuluar planet të tjera në pjesën tjetër të botës, edhe këtu në Ballkan, ndoshta mund t'i rekemi pak më poshtë, mund t'i referohemi. Ajo që po ndodh në lindjen e mesme është një mjegull e madhe, e cila po përdoret gjithashtu për të maskuar të tjera plane të cilat janë duke ndodhur në zona të tjera të botës, dhe kjo për arsye se dirigjenti i planetit, që kanë qenë deri sot të vetë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është e zhvendosur me gjithë fuqinë dhe me gjithë fokusin e saj tek raketat atje në lindjen e mesme, tek shkretirat e lindjes mesme, tek bazat e saj në lindjen e mesme, ndërkohë që ujqërit e vjetër të planetit janë duke bërë gati ndarjen e zonave të influencës dhe riformatimin e botës dhe ndarjen e saj. Kemi një plan të madh për riformatimin e lindjes mesme. Unë këtë e kam përmendur prej muajve të gjatë dhe prej viteve. Do të nisë tërësisht shkepja totale e lindjes mesme. Kemi një fund të konfigurimeve të pas luftës parë dhe dytë botërore. Kemi një fund të Sykes-Picotit, marrëveshja ndërmjet britanikëve dhe francezëve për të ndarë influencat e tyre në lindjen e mesme menjëherë pas rënies perandorisë osmane. Tashmë do të kemi një skem të re, do të kemi një plan të ri, fuqitë të reja lindin, fuqitë të vjetra dalin. Jemi në pragun e një epoke ku kufit nuk vizatohen më me boj, por vizatohen me gjak. Çdo vonesë në kuptimin e këtyre situatave nga njerëzimi është një tragjedi e cila tenton të afrohet çdo minutë në pragun e shtëpisë tonë. Prandaj ne duhet jemi të vëmendshëm për këtë. Sa i përket më specifikisht asaj që ju pyetët lidhur me qëndrimin e Donald Trumpit, Donald Trump është një biznesmen i suksesshëm, i cili është pjesë e elitave të biznesit, pjesë e lozhave dhe kulisave ndërkombëtare të financave nga Wall Street deri në City London. Ai e kupton mirë se çfarë po ndodh, ai e kupton mirë dimensionin ekonomik dhe gjeopolitik të kësaj historie. Ata po e shohim çdo ditë në ngushticën e Hormuzit, ku ka një përplasje të fortë të nëndeshme ndërmjet Londrës dhe Washingtonit, ndërmjet kompanive të siguracioneve dhe Wall Streetit. Një deklaratë e Donald Trumpit mban tregjet pa frymë, një deklaratë tjetër e fundos tregun botëror të naftës, një deklaratë tjetër e ngret tregun botëror të naftës,
vetëm në 30 ditë e para ne përshkojmë drejt një kolapsimi të madh, i cili përkthehet çdo ditë tek portofoli juaj, tek portofoli im. Sa herë shkojmë për të mbushur naftë në pikat e karburantit, imagjinoni çfarë ndodh me shtetet, çfarë ndodh me fabrikat, me kompanitë, me gjigantët e mëdhej, me fabrikat më të mëdha të botës në Pekin, në Indi, në New Delhi, në Europë, në Amerikë e kështu me radhë. Janë tërënditje të mëdha, të cilat janë duke u shoqëruar me disa skenar të përkufizuar në mënyrën më korrekte të mundshme që mund ta përkufizojmë, është ajo që sot njihet Donald Trump, the unpredictability of the American policy, pa parashikueshmëria e politikës amerikane. Donald Trumpi po luan si një pokerist që zhvendoset her pas here nga një skaj i deklaratave në skajin tjetër, është në një tërësni të jashtëzakonshme izraelite nga qeveria e Benjamin Netanyahus dhe nga tërësnia e lobit izraelit në Washington, i cili e do administratën Trump të shkojë drejt një lufte shkatërruese totale për Iranin, gjë që me sa duket nuk u realizua sipas skanarit Venezuelës, ashtu sikurse e thatë, kemi një lojë pokeri të kujdesshme që po luhet nga iranianët edhe nga amerikanët, me deklaratat për negociata, me deklaratat që njëra palë i pranon dhe pala tjetër i mohon. Kjo është pjesë e strategjisë së tyre të luftës, është pjesë e lojës për të kontrolluar tregjet. Amerikanët po luajnë me strategjinë e Donald Trumpit, i cili ka patur shumë dorëheqje kohët e fundit nga stafi i tij më i afërt, i shefi antiterrorit, deklaratat e të tjerë personazheve të rëndësishëm të cilët kanë dhënë dorëheqjen. Amerika është duke u zgjuar, Amerika beson sot në mënyrë të plotë që kjo nuk është një luftë e Amerikës, as e popullit amerikan, dhe Trump është duke u kujdesur që të bëjë një poker të fuqishëm, maksimalist, i cili mund të marrë nga 15 pikat që ai kërkon për Iranin, mund të marrë maksimalisht çfarë të mundet pa pasur të rënë nga trupat amerikan atje dhe pa patur humbje në jetë njerëz, sepse arkivolët me trupat e ushtarëve amerikan, nëse do të vinë të fluturojnë për në Amerikë, kjo do të shkatërrojë presidencën Trump dhe do ta çojë atë drejt fundit. Kemi mbritur në një lojë të Trumpit ku ai synon të marrë një deal nga iranianët, të marrë një marrëveshje të mirë nga iranianët me sa më pak kosto të mundshme, dhe nga ana tjetër kemi iranianët të cilët bëjnë diversion, nga ana tjetër luajnë edhe ata me nervat e Trumpit, sepse pas tyre ka fuqi të tjera, janë kinezët, janë rusët, është Korea e Veriut, sot satelitet amerikanë dhe izraelit kanë zbuluar plotësimin e rrugës logjistike nga deti Kaspik, nëpërmjet të cilës Irani merr mbështetjen e tij nga Kina dhe nga Rusia, të cilat edhe pse po mbështesin, nuk janë duke u deklaruar hapur, apo nuk duan t'i lënë shenjat e gishtërive në këtë mbështetje për Iranin, qoftë dhe të kufizuar ashtu siç është. Iranianët po përpiqen që të luajnë sipas formulës së një pokeri tjetër, që është ose e hedhim të gjithë lindjen e mesme në erë, ose jetojmë të gjithë bashkë. O do të jetojmë të gjithë, do të bëjmë biznes të gjithë, do të fitojmë të gjithë, ose do të hedhim gjithë lindjen e mesme në erë, dhe kjo është pjesë e strategjisë të Iranit për të nxitur vendet arabe të gjithësisë që të bëjnë presion ndaj aleatit të tyre të madh në Washington, që është Donald Trump. Trumpi është në këtë kurs, iranianët janë në kursin tjetër që ne nuk kemi duke bërë negociata. Donald Trump doli tje dhe tha kanë dhënë iranianët një super deal, një super marrëveshje që ka miliarda dollar brenda, nuk po e shpjegoj tani, por në fakt ajo ishte leja që iranianët kishin dhënë amerikanëve nën tryezë që të hapen ngushtica e Hormuzit dhe të kalonin disa anije. Por kjo është një lojë akoma më komplikuar se sa anijet, është lidhur me siguracionet e kompanive të naftës, siguracionet të cilat kontrollojnë të gjithë fluksin e anijeve në botë. Nëse nuk ka kompani që të presin siguracion dhe nuk masin riskun, nivelin e rrezikut, nuk lëviz asnjë anije, nuk ka nevojë të shkrepësh asnjë fishek.
Por çfarë po luajnë iranianët? Po luajnë me këtë frikë të amerikanëve dhe tashmë po bëjnë pjesën e dytë të lojës së tyre për të fituar kohë. Trump doli sërish dhe tha do t'i shkatërrojmë dhe ka nisur njësinë 82 forcave speciale që janë parashutistë dhe forca këmbësorie, të cilat sipas britanikëve dhe MI6 britanik nuk janë specializuar për të bërë luftë rafa gjata, por janë me qëllim marrjen e ishullit Karg ku ka lënë 90% e gazit dhe naftës iraniane, ndërkohë Irani si skem të tij të fundit ka përdorur mungesën e pranimit për diskutuar me dy negociatorët e njohur të Donald Trumpit, Steve Witkoff dhe Jared Kushner, dhëndri. Irani tashmë ka refuzuar të jenë ata negociatorët, pasi ka konsideruar njerëz të tradhtisë, të cilët kur flasin dhe bëjnë diskutime dhe bisedime, nis bombardimi. Sepse Steve Witkoff dhe Jared Kushner kanë qenë dy persona të ngarkuar nga presidenti Trump për të vijuar negociatat. Tashmë iranianët kanë preferuar zëvendëspresidentin JD Vance dhe ai është nisur drejt Pakistanit, Islamabadit për të parë se si mund të çojë dhe të bëjë bisedime me Mohammed Bakir Kalibaf, që është zëvendësi i Laridxhanit dhe kryetari i parlamentit iranian, që pritet takohet me JD Vance në Islamabad për të parë se si mund të konkludojnë në ditët në vijim në këto negociata të rrezikshme dhe të vështira ku varet fati i gjithë planetit. Jo përmendët paparashikueshmërinë e Donald Trumpit me shumë drejtë, siç e kanë evidentuar shumë ekspertë të gjeopolitikës. Dhe në këtë rast, çfarë po luan Donald Trump ku nga njëra anë flet për negociata dhe nga ana tjetër ka lënë hapur mundësinë e dërgimit të 10.000 trupave amerikane në lindjen e mesme që mund vendosen në pika të caktuara në kufirin me Iranin. Dhe a ka gjasa që vetë këto trupa apo dhe përforcimet tjera me ushtarë të Izraelit mund të hyjnë në Iran? Shikoj nderuar. Jemi përballë një skenari që nuk dua të bi në përsëritje. Donald Trump po përdor një skem shumë të fortë, e cila është presion maksimalist me negociata. Negociata të shoqëruara me presion maksimalist kanë synim të shmangin luftën dhe jo ta bëjnë luftën. Sa më shumë të rritet presioni nga Washingtoni, sa më shumë të rritet presioni nga Donald Trumpi, të jeni të sigurt për një gjë, aq më shumë ai është interesuar që të mos ketë luftë. Sepse do që nëpërmjet frikës maksimaliste të prodhojë një proces paqe, por këtu janë indikatorët e Iranit, Rusisë dhe të Kinës, të cilat bëjnë matjet se ku duhet të hanë bllofin dhe deri ku nuk duhet të hanë bllofin. Amerika nuk shkon dot me trupa në Iran, sepse kjo do të ishte shkatërruese për Donald Trumpin. Nuk fitohet luftë me këmbësori në Iran. Është 93 milion popull, ka ja 500.000 ushtarë gati, ka ja 2 milion ushtarë rezervista, nuk mbarojnë ndonjëherë, përveç faktit që është dhe Kina dhe Rusia mbrapa, të cilat mezi po presin Amerikës t'i rrëshkasi këmba dhe të shkruaj atje me trupa. Historia e trupave mund të përdoret për një skenar minimalist fillestar, për ndonjë akord të fshehur që amerikanët mund të kenë bërë në iranianët për kontrollin e kargut, të ishullit të kargut, apo të një pjesë të ngushticës Hormuzit, në mënyrë që të dyja palët të dalin nga lufta sipas formulës win-win. Pra, Trumpi të kthehet në shtëpi dhe të deklaroj se unë e fitova luftën, dhe Irani të kthehet në popullin e vet dhe t'i thotë ne e mposhtëm Amerikën bashkë me Izraelin. Asnjëra nga palët nuk do të pranojë të tërhiqet përveç se me këtë formulë në shtëpi dhe të kthehet në shtëpi. Prandaj nuk përjashtohet asnjë skenar në këtë luftë dhe të gjithë ata që janë të sigurt për diçka, e vetmja siguri që ka në këtë luftë është që nuk jemi të sigurt për asgjë. E para, e dyta, do të kemi një dimension shumë të rëndësishëm që do të ndikoj, a do të futen arabët në luftë apo jo. Në qoftë se do të futen Arabia Saudite, Katari, Emiratet e Bashkuara Arabe, Kuvaiti, Bahreini e kështu me radhë
në një koalicion të madh për goditjen e Iranit, këtu do të ndryshojë loja, sepse kjo e çon gjithë lindjen e mesme në ajër pastaj, e hedh në erë. Unë nuk besoj, jam i prirur të besoj që nuk shkojmë ke ky skenar, por asgjë nuk përjashtohet. Rritja e presionit të Trump, ardhja e luftanijeve, e mira e trupave, nuk është për të bërë luftë. Është për të ndaluar luftën nëpërmjet presionit maksimalist, i cili synon të marrë në tavolinë minimalisht 6 deri 7 pika nga 15 pikat që i ka paraqitur amerikanët iranianëve, dhe kemi dhe një kthes të Iranit. Ministri i jashtëm Abbas Araghchi ka dalë dhe ka njoftuar, tashmë ka pranuar që kanë një plan 15 pikësh nga Amerika. Mbrëm kanë njoftuar se kanë kërkuar 7 ditë dhe Trump ua ka dhënë 7 ditët. Ku do të shkojmë? Unë mendoj që në ditët në vijim, sipas porosive të Trumpit në fillim të luftës, maksimumi i luftës mund të zgjas deri në 6 javë. 4 javët u mbyllën në këtë të premte, dhe maksimumi tha mund të shkojmë deri në 6 javë. Do të shohim presion të jashtëzakonshëm të Trumpit, mund të shohim dhe bombardime, për të marrë në tryezë atë që nuk u mor dot me luftë. Dhe do të marrin diçka, po jo për aq sa kanë ardhur. Nga ana tjetër, çfarë po ndodh me ushtrinë e Izraelit, teksa shefi i shtabit të ushtrisë së Izraelit ka deklaruar se ushtria është gati të shëmbet, duke qenë se nuk i ka kapacitetet e duhura deri më tani për të përballuar sfida të tilla si pasojë e operacioneve shumë të vështira, apo edhe lëvizjeve të brendshme, pra refuzimeve për të rekrutuar në ushtri e tjera me radhë. Në këtë rast, me vetë ushtrinë e Izraelit dhe Izraelin, çfarë po ndodh? Shiko, i nderuar, për të mos hyrë në detajet e ushtrisë Izraelit, ushtria e Izraelit e mbajti Hamasi 2 vjet me ca bodrume dhe me ca raketa që i bënin me tubat e hidraulikëve. Pra me tuba hidraulikësh bënin raketë dhe mbajtën luftë vetëm në Gaza. Gaza dhe Hamasi e mbajtën 2 vjet në luftë dhe akoma s'kan mbaruar punë me Hamasin. Imagjino ç'mund të ndodh me Iranin, 93 milion banor dhe 1.6 milion kilometra katror. Sipërfaqe i rrethuar me male, me terrene, me situata të jashtëzakonshme. Në Izrael ka një panik të madh në rritje. Jo, Izraeli nuk e përballon dot këtë luftë, absolutisht, as me armë, as me raketa, as aq më pak me ushtar. Pra nuk bëhet fjalë fare që të çojnë ushtar, sepse ka fillu edhe largimi masiv, tani po largohen njerëzit nga Izraeli, on Qipro, on Europë, on Amerikë përkohësisht, sa të kaloj ky tmerri, sepse nuk mund të jetohet jeta gjithë ditën bodrum, sepse do Netanyahu me bë luftë. I kanë futur në këtë luftë tani, nuk tërhiqen më, do shkatrojmë Iranin, do bëjmë Izraelin biblik, Izraeli nga Eufrati deri në Nil, do marrim Libanin, do marrim Sirin, një pjesë të Turqisë, një pjesë të Irakut, një pjesë të Iranit, një pjesë të Arabisë Saudite. Këto janë ëndra të cilat e kanë hedhur në erë lindjen e mesme. Unë nuk besoj që Trump, edhe pse është presidenti më pro-izraelit në historinë e Amerikës, nuk besoj që kanë qenë budallëj presidentët e tjerë amerikanë, që asnjë president, as republikan, as Reagan, as Jimmy Carter, as Clintoni, as Obama, as Bushët, nuk janë budallëj që nuk kanë shkuar në Iran deri më sot. Par nga ky këndvështrim, sepse ka patur gjithmonë një raport nga Pentagoni, nga CIA, nga agjencitë të zbulimit, kujdes, është një luftë e cila nëse do të bëhet vetëm kur të dim si do të përfundoj. Një luftë pa e ditur se si do të përfundoj është aventurë për të cilën administrata që hyn në luftë do të paguajë faturën. Dhe Donald Trump sot është përballë një situate shumë të vështirë. Pavarësisht se ai po tenton të bind amerikanët që është lojtari i patriotëve, që po bën një luftë, po forcon ekonominë e Amerikës, po forcon këtë, po forcon atë, ai sot është duke humbur betejën edhe me një pjesë të magës, Make America Great Again, me një pjesë të përkrahësve të tij më të zjarrt.
sepse sot ka rrjete sociale, ka YouTube, ka Facebook, ka televizione, ka shtyp, ka liri dhe njerëzit sot nuk mundet të mbash të hutuar gjithë jetën. Njerëzit sot janë zgjuar, njerëzit kuptojnë, njerëzit dëgjojnë, njerëzit kanë tru të vlerësojnë. Kjo nuk ishte një luftë e Amerikës. Nuk përfaqëson Irani kurrfar rreziku për Amerikën. A ka rrezik për Izraelin? Po mund të jetë rrezik për Izraelin. Këtë do ta zgjidhë Izraeli, duke zgjidhur çështjen palestineze, që refuzon të zbatoj asnjë rezolutë të OKB-s. Rezolutat e OKB-s, të cilat janë aty për zgjidhje me 2 shtete, tërheqje Izraelin, kufit e 1967-s, me shtet palestinez, me Jeruzalemin lindor kryeqytet, refuzojnë, nuk ekziston më fjala Palestinë. Sa kohë nuk ka zgjidhje të kësaj çështjes, nuk ka problem vetëm me Iranin, ka problem me oqeanin që rrethon Izraelin. Izraeli i shëndosh mendërisht duhet ta gjejë një zgjidhje për këtë. Nëse nuk ka zgjidhje, Izraeli shkon drejt vetvrasjes, shkon drejt vet eliminimit, vet asgjësimit. Nuk ka nevojë të ketë Iran. Ti ke rezolutat e OKB-s, atë që ka firmos kryeministri izraelit, atë që ka firmos Clintoni, atë që kanë firmos në Camp David, në Madrid, në Stockholm dhe kudo pra. Unë mendoj që racio dhe pjesa e shëndosh politike në Izrael, nëse duan që Izraeli të jetë, të vazhdojë të ekzistojë, duhet të mendojnë me kujdes, me qetësi, dhe këto histori duan zgjidhje. Kjo histori nuk zgjidhet me zhdukjen e gjithë popujve. Netanyahu, Smotrich dhe Ben Gvir, aleatët e tij thonë nuk ekziston diçka që quhet shtet palestinez. Nuk ekziston diçka që quhet çështje palestineze. Pra ka hedhë në erë rendin botëror, ka hedhë në erë rendin ndërkombëtar. G7 ka dalë sot, ka thënë kujdes, e kanë lënë Amerikën, pra nuk po i shkojnë nga mbrapa. Edhe NATO nuk po i shkon nga mbrapa. Edhe Europa s'po i shkon më nga mbrapa. As ata, as këta. Tani çfarë po ndodh, si do zgjidhet kjo histori? Do ta shohim. Por unë mendoj që pas zgjidhje të vërtet dhe të drejtë të çështjeve jetike në lindjen e mesme, atje nuk ka për të ndalur kur lumejt e gjakut, fatkeqësisht. Ju përmendët një aspekt sa i përket iniciativës për të ndërmarrë nga Donald Trump në këtë rast për sulmuar Iranin së bashku me Izraelin. Sipas agjencisë së lajmeve Axios raportohet se ka pasur një telefonat të tensionuar mes zëvendës presidentit amerikan J.D. Vance dhe Netanyahut, duke i thënë këtij të fundit se jetia që në shtyre drejt kësaj lufte, duke në thënë se është një luftë, do të jetë më saktë një luftë e lehtë. Ju si e shikoni këtë lloj përplasje? A mund të ketë një përplasje mes Amerikës dhe Izraelit në kuptimin diplomatik sa i përket kësaj lufte, duke qenë se hasëm vështirësi në raport me Iranin? Jo, asnjëherë s'ka për të patur prishje të marrëdhënieve mes Izraelit dhe Amerikës. Sepse është, si të thuash, të prishet Amerika me vetveten. Izraeli duhet kuptoj një gjë. Amerikanët e din shumë mirë. Populli amerikan e di shumë mirë çfarë po ndodh dhe politika amerikane, administrata amerikane po e kupton shumë mirë çfarë po ndodh. Ka një zhgënjim total nga Mossadi edhe nga Benjamin Netanyahu, sepse ata, shefi i Mossadit dhe raportet që shkonin administratës amerikane, edhe presidentit Donald Trump, edhe J.D. Vance'it, edhe Pentagonit, edhe Pete Hegseth, edhe sekretarit Rubio, edhe Benjamin Netanyahus, ishte raporti i Mossadit i cili ishte i bindur se sa po të rrëzohej koka e regjimit, ata me agentët e Mossadit brenda Iranit do të ngrinin popullit. Kjo nuk ndodhi. Kjo do të thotë që ka dështuar Mossadin në mënyrë spektakolare, sepse minimalisht nuk ka njohur dinamikat sociale dhe politike brenda të Iranit. Nuk ka kuptuar ato dinamika. Ata kanë menduar duke u vrarë Khamenei, mund të bjerë regjimi, mund të ndryshojë sistemi. Kjo nuk ndodhi.
agentët që ata kishin dhe i kishin agentët në teren, sepse pa një agentur, pa një teknologji, pa një gjurmim, pa spiun brenda, është e pa mundur të eliminosh krerët e rreshtit parë, rreshtit 2 dhe rreshtit 3, derisa thot presidenti Trump, unë nuk kam me këtë flas atje sepse i kanë vrarë gjithë. Por nuk e kuptuan diçka tjetër. Dhe kjo është arsyeja përse J.D. Vance, i cili po luan me shumë kujdes, J.D. Vance kur përplaset me Izraelin, nuk është duke u përplas vetëm me Izraelin. J.D. Vance po formaton veten si një lider i ndryshëm nga presidenti Trump, sepse pret që t'jetë kandidat për presidenti i Amerikës. Pra, J.D. Vance po bën llogari më të gjëra se sa lufta e Izraelit. Ndërkohë, edhe Irani e ndërtoi diversionin brenda administratës amerikane, duke thënë, shiko se ai djali mua më pëlqen, mund të flasim me J.D. Vance. Dhe kur thot Irani, unë mund të flas me J.D. Vance dhe refuzoj Izraelitin Kushner dhe Witkoff. Dhe kjo është arsyeja pse ai mund të udhtojë ose ka udhtuar siç thatë ju drejt Pakistanit. Pa diskutim. Sepse J.D. Vance është duke përgatit kandidaturën për presidenti i arshëm. Marco Rubio, sekretari Rubio, po përgatitet për zëvendës president. Kanë dhe ata llogaritë e tjera brenda. Po vjen midtermi tani. Në nëntor do t'jetë vendimtare, nëse Trump humbet, ata do ta braktisin Trumpin gjithë barka e vet, barka e republikanëve. Kështu që Trump do ta mbyll urgjentisht këtë, se tha kam zhvillime të mëdha. Dhe ai duhet ta bëj. Nëse nuk e bën, do të jetë përballë një krize të cilën ai nuk do ta menaxhojë dot. Kaq e thjeshtë është. Dhe kjo është arsyeja pse J.D. Vance po mban këtë qendrim dhe ashtu siç e ka raportuar Axios, Axios që është shumë pranë izraelitëve pra. Kanë informacione shumë të qarta. Thelbi i gjës është dështimi spektakolar i Mossadit në parashikimin e detajeve të luftës dhe detajeve të asaj që po ndodhi. Dhe tashmë amerikanët me të drejtë ose pa të drejtë quheni si të doni, për populli nuk i ha këto, populli amerikan. Pjesa tjetër e botës pastaj i shikon ose me tifozllëk ose për sport dhe për humor. Por ata që po paguajnë faturën janë amerikanët dhe pjesa tjetër e botës. Dështoi Mossadi. Dhe këtë dështim amerikanët duhet ta gjejnë ta marketojnë diku dhe do përgatisin planin e mbylljes së kësaj historie, duke marketuar dështimin e Mossadit në raportimin e amerikanëve, sepse po Axios ka njoftuar në një telefonat që ka patur drejt për së drejti shefi i Axiosit. Shefi i Axiosit, Barak Ravid, është hebre, ai është shumë pranë izraelitëve. Barak Ravid i Axiosit ka njoftuar gjithashtu që janë izraelitët ata të cilët e kanë marrë Donald Trumpin në telefon një natë përpara goditjeve mbi Teheran dhe i kanë njoftuar që na ka njoftuar Mossadi se nesër Khamenei ka mbledhje me shefat më të lartë. Nisni bombardimin, sa po të bjerë Khamenei, kemi agentët tanë brenda, do të ngrihet populli, mbaron loja, rrëzohet regjimi. Ka një muaj luftë dhe regjimi nuk ka rënë. Do të thotë është miscalculation, është kalkulimi i gabuar. Ndërkohë, çfarë po ndodh me liderët që kanë mbetur tashmë në Teheran, pra teksa i biri Mojtaba Khamenei ka marrë drejtimin e vendit, por që këto ditë nuk është parë në publik dhe përfaqësuesit iranian në OKB kanë përdoditur se ai thjesht po qëndron në zona të sigurta dhe prandaj nuk është shfaqur. A rrezikon edhe ai që të eliminohet ashtu si jati i tij? Çdo kush që zgjidhet në Iran apo është zgjedhur është target, nuk ka asnjë diskutim. Larijani ishte gati për të vdekë, Khamenei ishte bërë gati për të vdekë. Liderët e tjerë sapo e mbrohen, bëjnë gati edhe qefinat, sepse e din që ky është sport i vështirë. Kur shkon të zgjidhet në këtë kohë, shkon drejt vdekjes. Pa diskutim që janë target, çdo kush. Sa i përket
liderit të ri Mujtaba Khamenei, po sigurisht ka aludime shumë që është shumë i plagosur, apo është i goditur rënd, është duke rikuperuar, ka dhe spekulime që thonë që mund të ketë vdekur, ka dhe spekulime që është mirë. Pra, ka shumë të dhëna, të cilat nuk i kuptojmë tani, dhe është kot të flasësh për ekzistencën apo jo të tyre, apo për jetën, apo mos qënjet e tyre në jetë. Ka fjalë që është në Moskë, duke u kuruar në tek Putini, apo mund të jetë në Korenë e Veriut i fshehur, duke qëndruar në një shtet tjetër, ndoshta në Pakistan, ndoshta në Kinë, kudo mund të jetë, por e sigurt është që nuk do jetë aty, pra, duke pritur të njëjtin fat siç e priti babai apo siç e priti Ali Larijani. A do të jetë apo s'do të jetë më lojtar, këtë do ta marrim vesh në javët në vijim, por nuk është një problem i madh, sepse Irani nuk e ka ndërtuar sistemin e tij mbi emrat. Kjo që ndodhi në Iran zbuloi që Irani funksionon në mënyrë të zëvendësueshme, automatikisht të zëvendësueshme. Çdo lider është deri në 4 rreshta i zëvendësueshëm. Që do të thotë u vra filani, vazhdon normalisht procesi me tjetrin, vazhdon procesi me zëvendësin e kështu me radhë. Prandaj dhe presidenti Donald Trump tha, nuk di me këtë flasim se kanë vdekë gjithë. I vram gjithë, tha. Këtu të gjithë janë target, por të gjithë janë të zëvendësueshëm. Zoti Osmani, në optikën tuaj, a mund të ndërtoni një projekcion se si mund të vijojë kjo luftë dhe a mund të eskalojë për te që mund të rrezikojë gjithë botën, apo do të kemi një konflikt të tillë që do të shuhet përmes arritjes së negociatave, siç e përmendët edhe ju rastin e 15 pikave të propozuara nga presidenti amerikan Donald Trump? Unë jam i prirur të besoj që konflikti nuk mbaron, konflikti do të vazhdoj, nëse mbyllet Irani do hapet Pakistani, do hapen të tjera vatra, bota do të jetë në një periudhë tensioni të kontrolluar afatgjatë, derisa të përfundojë rikonfigurimi i botës dhe të ulen në tryezë amerikanët, britanikët, rusët dhe kinezët. Kjo është katërshja që vendos fatet e planetit. Elitat e mëdha, biznesi i madh, korporatat e mëdha, ekuilibrat e mëdhej pas perdeve që kontrollojnë pllakat tektonike të lëvizjeve globale, do të prodhojnë një rend të ri botëror, për të cilin ne do të bëjmë shumë kujdes, sepse jemi popull që nuk na ka kërkuar në llogari. Ndërkohë, në jug të Shqipërisë ka zhvillime të mëdha, po bëhen plane për referendumin në Shqipëri, plane të tmerrshme. Nuk besoj që do të ketë dalje nga kontrolli apo luftë bërthamore, por tension dhe lufta e tretë botërore do të vazhdojë. Do të vazhdojë në mënyrë të kontrolluar dhe mund të kemi edhe kriza të mëdha, por jo në kuptimin e daljes totale nga kontrolli, në kuptimin apokaliptik apo armagedonik të fjalës. Në këtë kuptim duhet jemi përgatitur për një periudhë të ardhshme shumë të tensionuar, duhet bëjmë shumë kujdes me financat, shumë kujdes me planifikimin financiar, shumë kujdes me investimet, me zhvillimet, sepse do të jetë një periudhë tensioni e cila do të na shoqërojë edhe për disa kohë, derisa të mëdhejt e botës të merren vesh për formulën e ardhshme dhe për ndarjen e territoreve dhe të llokmave të mëdha të tortës së botës dhe të planetit. Të zbresim pak në rajonin e Ballkanit, teksa Serbia vjonte armatose dhe së fundmi është armatosur me raketa nga Kina, dhe para pak ditësh kishte dërguar dhe ushtrin në kufi me Kosovën. Çfarë po ndodh në këtë rast dhe çfarë kërcënimi mund të prodhojë vetë rajoni i Ballkanit, ashtu siç e kemi parë më parë me luftën në Bosnjë apo dhe në Kosovë, dhe sa i rrezikuar është vetë Ballkani
në një efekt domino që mund vi nga konfliktet si ai i Iranit që është aktualisht? Serbia është duke armatosur gjerë në dhëmbë duke sfiduar hapur stabilitetin e brisht të Ballkanit, nga sistemet ruse tek dronët kinez dhe tek armatimet të tjera të rëndësishme, janë treguesi një plani të qartë që ka Serbia për të bërë gati për një moment të dytë, hipotetik, në të cilin mund të ndodhet planeti në rast se Amerikanët humbasin betejën në rendin e ri botëror, humbasin betejën në lindjen e mesme, humbasin betejën për Tajvanin, gjë që nuk ka filluar ende. Serbët po bëhen gati me kujdes të jenë për të gjitha hipotezat e reja të mundshme dhe lëvizjet e ardhshme të mundshme për rikonfigurimet e reja në Ballkan, menjëherë sapo Vladimir Putini të tentoj të testoj nervat e NATO-s, ekzistencën e NATO-s, unitetin e NATO-s këtu në Ballkan. Greqia po bëhet gati me planin e saj për një jug të Shqipërisë, me planin për referendumet, rreziku i shqiptarëve apo i popujve të Ballkanit apo i serbëve nuk është nga Serbia dhe nga Shqipëria, është nga politikanët serb dhe politikanët shqiptar, Vučići dhe Rama. Janë ata rreziku ynë më i madh, por Serbia po bëhet gati dhe po pret sinjale nga Aleksandar Vulini, që është njeriu i Vladimir Putinit brenda qeverisë serbe. E morën dje një përgjigje shuplak bashkë me Ramën nga Bashkimi Evropian, nuk ka antarësi sa i përket propozimit që kanë bërë së bashku. Propozimit që bëri me Vučićin në Frankfurt Allgemeine Zeitung, me atë integrimin evropian të nivelit të dytë, integrim i cili ishte një thik e re në kurrizë të Kosovës, eliminimi i Kosovës dhe rikonfigurimi i Ballkanit sipas projeksionit e Rama Vučić, shtrimi i hegemonisë serbe në Ballkan dhe brenda projeksionit Ballkanit hapur dhe të krijimit botës serbe që është plani i Vučićit në Ballkan, bosnjëzimi i Kosovës nëpërmjet asociacioni i komunave greke në jug të Shqipërisë, nëpërmjet përgatitjes së terrenit përmes referendumeve, ligjit për referendumet dhe reformës së re territoriale. Ministri kryeparlamentari grek dje ka shkruar në faqen e tij në Facebook për herë të parë e njeh Vorjo Epirin tokë greke. Është kryeparlamentari, e ka shkruar në faqen zyrtare të tij dje. Vorjo Epiri, jugu i Shqipërisë tokë greke. Po përgatiten të gjithë palët për të bërë gati për projeksionin e ri. Kush fiton luftën e tretë botërore, do të fillojnë negociatat. Në qoftë se aleatët e shqiptarëve e humbasin luftën, ne do të na bëjnë lokma. Në qoftë se e fitojnë luftën, shpresojmë të marrim më të mirën dhe e urojmë që kjo të ndodhë. Në këtë rast vetë shteti shqiptar, me një fjali, Vučići dhe Serbia po armatosen për momentin në të cilin Rusia do të jap urdhër Vučićit që të testoj gatishmërinë dhe unitetin e NATO-s në Ballkan. Në qoftë se nuk vjen ky moment, Vučići armët nuk guxon t'i përdor, pavarësisht se po përdor të gjitha alibit për të krijuar kushtet e një përplasje dhe të një lufte, duke akuzuar, duke bërë vazhdimisht viktimën që kemi një aleancë Shqipëri, Kosovë, Kroaci, shqiptarët, kroatët dhe kosovarët po bëhen gati të na vrasin, të na presin, ndaj dhe ky po merr masa. Kjo është alibia që ndërton Vučići për të krijuar kushtet e një përplasje, e cila do të ndodhë menjëherë sapo Aleksandar Vulin të marrë direktivat nga Moska për ta shpërthyer Ballkan. Në këtë rast, përveç kësaj aleance Shqipëri, Kosovë, Kroaci në aspektin ushtarak, çfarë po bëjnë konkretisht shqiptarët në rajonin e Ballkanit dhe vetë kryeministri Edi Rama dhe shteti shqiptar përballë këtyre elementeve, qofshin serb sa i përket në raport me Kosovën, apo dhe grek në raport me Shqipërinë? Shqiptarët janë Big Brother, çfarë po bëjnë? U kënaqën. Kush do hyjë, kush do dali, çfarë do bëjnë,
ku do ikim në Europë, ku të gjejmë ne qatë bukë, ku të shkojmë punojmë në i vend, të punojmë me këto 3 mujorshat, të kapim në i punë atje, të punojmë 3 muaj me viza, të vim të jetojmë 3 muaj në Shqipëri. Shqiptarët janë jashtë loje komplet. Shqiptarët janë të papërgatitur për këtë moment. Ndjej dhimbje të madhe që e them këtë. Jemi duke folë çdo ditë, jemi duke bërtit çdo ditë, jemi duke ulëritur çdo ditë dhe çdo natë në rrjetet sociale, në këto mundësira që kemi ne. Shqiptarët nuk janë përgatitur fatkeqësisht për këtë moment të ri. Shqiptarët janë viktima të politikanëve të cilët po e ndajnë çdo ditë më shumë Shqipërinë nga Kosova, në kohën kur ne duhet të bënim gjithçka për të krijuar kushtet e një bashkimi kombëtar të mirëfillt, ekonomik, politik, në frym, në bashkëpunim, në biznes, në tregti, në përpilimin e strategjive të ardhshme, sepse bota që po vjen do të jetë e pamëshirshme dhe shqiptarët duhet të rikonfigurojnë interesat e tyre. Ndërkohë shqiptarët në Ilirit, Maqedoninë e Veriut janë tërësisht edhe ata në mesin e oqeanit të braktisjes madhe, përveç komplekseve që kanë nga goditja, nga shtypja, nga represioni slav që kanë ndodhur ndaj tyre, ata të shkretët i kanë sytë vetëm nga Tirana ose nga Prishtina. Kur serbët kërkojnë me 3% serb, kërkojnë të drejtat e serbëve atje, tashmë shqiptarët duhet kërkojnë të drejtat e tyre edhe ata. Shqiptarët e Maqedonisë janë 30%. Duhet mendojnë edhe ata gjëra shumë serioze për të ardhmen e rajonit, por ata i kanë syt nga Prishtina dhe nga Tirana. Prishtina dhe Tirana nuk janë bashkë, fatkeqësisht. Rama përdor skema për të dobësuar Kurtin në Kosovë, bëri dhe këtë filmin e fundit me zonjën Osmani. Zonja Osmani shkoi dhe gaboi duke u fut në një ekuacion pa krye, ndërkohë që mund të luante brenda shtëpisë Kosovës me dinjitet, mendoj që bëri një lojë të pahishme dhe të panevojshme për formatin e saj politik. Ndoshta nisi t'i pëlqej historia e Donald Trumpit, give me a call, bëj një zile kur të mos merreni vesh me serbët. Ndoshta është e pashmangshme në momente të caktuara ky lloj rivaliteti, por besoj që rivaliteti kur shndërrohet në malinj, ai tenton të shkojë jashtë kontrollit psikologjik të vetë politikanit dhe del edhe nga skica e interesave kombëtare, duke u bërë pjesë e planeve të mëdha rajonale për të rekrutuar leadershipin e faktorit politik shqiptar dhe për të mbajtur nën kontroll nga shërbimet rajonale jo dashamirëse ndaj Shqipërisë dhe shqiptarëve. Shqiptarët duhet bëjnë kujdes në këtë moment, sepse është moment ku nuk humbet vetëm gishtërit në rast pa kujdesie, por mund të humbasësh edhe kokën. Zoti Osmani, sa e dëmton korrupsioni qeveritar vetë Shqipërinë për të qenë një faktor vërtet vendimtar në rajonin e Ballkanit, përmendim këtu rastin e zonjës Balluku, e cila është bërë dhe kryefjalë tashmë e disa diskutimeve shpeshherë në Bruksel. Dhe në këtë rast, çfarë pritet të ndodhë me vetë Ballukun dhe Edi Ramën? Atëherë unë mendoj që Balluku dhe Rama tashmë janë simbolika e shkallës superlative të zisë, të korrupsionit, të antishqiptarisë, të hajdutërisë, të grabitjes, të shkatrimit. Pse po qëndrojnë? Po qëndrojnë se kanë opozit kolaboracioniste, janë bashkëpunëtorët e tyre në opozit. Po qëndrojnë sepse populli brenda është i pafuqishëm, populli kontrollohet nga grupime kriminale, nga rrjete kriminale të cilat kontrolloheshin shumë mirë nga Balluku. Balluku, kjo zonjë e zezë, e cila i shërbeu planit të Edi Ramës për të grabit shqiptarët, nuk ka qenë e vetme. Më vjen keq që një pjesë e shqiptarëve bien pre të një retorike të ndërtuar me shumë djallëzi nga portalet e antishqiptarisë,
të cilët thonë përse keni kaq shumë mlef për një grua, për seksin femër, ajo është një zonjë, është një grua, ne nuk kemi urrejtje për zonjën, ne kemi urrejtje për atë që ka bërë zonja, dhe ajo që ka bërë zonja nuk e bëjnë gjinjt e nënave. Nënat janë gra, japin gjih, japin jetë, nxjerrin nga mitrat e tyre, prodhojnë jetë, prodhojnë lumturi, prodhojnë dashuri, prodhojnë familje. Nënat nuk shesin kombe, nënat nuk prodhojnë tradhti. Femrat janë të bukura, i ka kriju Zoti të bukura, për dashuri, për jetë, për bukuri, për zbukuru syt, për të mbajt familjen, për t'i ofru dashuri familjes, fëmijës, bashkëshortit, gruas, motrës, vllajt, kolegut, njeriu të afërmit familjarit. Këto unë kështu e njoh. Ky është përkufizimi i gjinisë femër për mua si kreshnik. Sekti i rilindjes ka manuale të tjera. Sekti nuk beson tek manualet e familjes, të kombit, dashurisë, identitetit gjinor, malinj, tek femra, tek mashkulli. Këta i përkasin një pakete tjetër vlerash që buron nga një bathore identitare, qoftë seksuale, qoftë gjinore, qoftë kulturore, qoftë erotike, qoftë kombëtariste dhe politike. Antarësia e sektit ka prodhuar këtë masë politikanësh, e cila na përfaqëson sot. Edi Rama, Balluku, Spiro Pali, Taulan Balla dhe gjithë këta janë një sekt në largim e sipër, sa po të përfundoj të ulen tensionet në Iran. Këtu do të ketë një revansh të madh. Ata po përfitojnë kohë dhe po tentojnë të shesin interesat e Shqipërisë strategjike që të blejnë pushtet në Washington ose nëpërmjet Athinës, ose nëpërmjet Abu Dhabit, ose nëpërmjet Tel Avivit, ose nëpërmjet qarqeve dhe qendrave të tjera diplomatike apo politike rajonale dhe ndërkombëtare. Rama është duke bler kohë, po përplaset me gjermanët, i shpalli gjermanët armiq, sepse ka kuptuar që me sa duket Gjermania nuk do ta lëshojë Ballkanin në duart e tradhtisë dhe në duart e Ballukut dhe të grupacioneve kriminale që janë pas Ballukut, që komandojnë të gjithë tenderat e Shqipërisë, të gjithë paratë e pistat dhe zezat të Shqipërisë dhe prodhojnë aq deputet sa t'i kërkoi Edi Rama në tavolinë. Balluku nuk fitoi në firë aq deputet sepse aq kishte mundësi. Fitoi aq sepse aq i kërkon Edi Rama. Edi Rama mund të kërkojë nesër të fitojë 120 deputet dhe i merr, sepse Shqipëria kontrollohet nga kartelet e kokainës, nga Durrësi në Fier, nga Tropoja deri në Saran, nga Vlora deri në Korçë. 4-5 klane, 4-5 kartele. Ndërkombëtarët janë duke pa. Gjermania është e vendosur dhe po luan agresivisht. Shpresojnë që si mike e vjetër e shqiptarëve, të mos i braktisë shqiptarët në duart e kartelit Rama, Balluku, Balla dhe gjithë enturazhi tjetër. Zoti Osmani dhe brenda rilindjes ka filluar edhe një luftë civile, e cila do të aktivizohet akoma më shumë, sepse mit fillojnë të largohen nga barka kur barka mbytet. Ndoshta ka një patronazhim të Ballkanit nga Gjermania sipas lojës së re amerikane. Amerikanët mund t'ia kenë lënë Ballkanin, merruni ju me këta se unë po merrem me Iranin dhe me Kinën. Rama po blen kohë bashkë me Ballukun, sa të munden, do shesin Shqipëri sa të munden, në mënyrë që të blejnë pushtet ndërkombëtar. A do t'ja dalin apo jo? Unë mendoj që jo, dhe Rama i ka ditët e numëruara. Zoti Osmani, në këtë rast ka plasur, po themi në thonjza, një luftë e brendshme në Partinë Socialiste pas disa lëvizjeve të fundit të Edi Ramës, qoftë kundrejt Spiro Palit, por edhe elementëve të tjerë, teksa ditën e sotme dhe një nga figurat e njohura të Partisë Socialiste të dikurshme, Ermelinda Meksi, kishte mbajtur një qëndrim, po themi, deri diku kritik në raport ndaj Edi Ramës, nisur nga deklarata e fundit e Marta Kos. Pa diskutim që ka filluar, unë e thash edhe para se ta bënit ju pyetjen,
po ka filluar një luftë civile brenda, ka filluar një rebelim, unë besoj që socialistët e papërlyer në aktivitetin kriminal të sektit të rilindjes duhet të gjejnë energji për të ardhur në ndihmë të kombit të tyre dhe jo të partisë tyre. Partia e tyre po shkatron sot kombin shqiptar. Partia e tyre po fundos sot shqiptarët. Nëse ka, unë jam i prirur të besoj që ka, edhe pse nuk jam socialist në bindje apo i majt apo komunist, jam i djathtë. Unë besoj që brenda tyre ka njerëz të cilët nuk i kanë të përlyera duart me gjakun e shqiptarëve dhe me interesat e tyre. Nëse kjo pjesë beninje e të majtës dhe socialistëve ekziston, sot ata duhet i japin fund dhe të distancohen nga kreu i sektit të rilindjes që ka shpërfytyruar partinë e tyre dhe më pas interesat e kombit shqiptar. Ata do të vazhdojnë ta intensifikojnë këtë sapo të rritet presionin ndaj Ramës, sepse në PS ka nisur të bëhen llogarit kush do të zëvendësoj Edi Ramën. Edi Rama i ka skaduar afati, ai e di shumë mirë që nuk do të jetë më, por është duke i varur shpresat tek basti i tij i madh gjeopolitik që ka vënë, që është humbja e Amerikës. Po humbi Amerika luftën e tretë botërore, Edi Rama e ka bërë gati karrigen tek pjesa tjetër e botës dhe e ka bërë pazarin gati. E njofton her pas here me metodat e tij. Kinezët janë në derë, kinezët janë të mahnitshëm, janë duke na pritur, kush do me pa djetha para të huajve, para ambasadorëve, kush do me pa korrupsionin ke shtëpia jonë, shkoj qofi korrupsionin ke shtëpia vet, tha. I dim neve të punët tona. Në sy ambasadores amerikane, asaj zonjës të ngarkuarës me punë, Nancy Varghorn i tha, kinezët i kemi prapa derës, Serbinë e ka aty, Rusinë e ka aty, i ka bërë planet gati, ishte në Tel Aviv, i dorëzoi të gjithë qenien e tij, i tha Musadit, unë jam këtu po mdridhem këmbët, më jepni një pazar, djalin tim e keni garantin e kësaj loje, është në të drejtën e tij për të bërë gjithçka që të mbajë veten. Unë besoj që ai është kosto e lartë për sistemin euroatlantik nëse do të kemi më sistem euroatlantik. Nëse zhbëhet sistemi euroatlantik, nëse Amerika humbet betejën, Europa, NATO humbet betejën, shqiptar paçi fat, Zoti qoftë me ju. Do të jemi në një situatë krejt tjetër. Unë jam i prirur që nuk të besoj që do të përfundoj kështu, do të kemi një formulë win-win. Në qoftë se ndodh, ai po luan për skenarin ekstrem, që Amerika të mbas betejën. Për ndryshe, Edi Rama është kosto e madhe për aksionin euroatlantik në Shqipëri dhe për investimin euroatlantik në Shqipëri. Qoftë për Washingtonin, qoftë për Brukselin. Dhe në qoftë se Edi Rama bashkë me ortakët e tij në opozit do të vazhdoj të jetë lojtar tranzicioni edhe për një kohë të gjatë, ne do të zbulohet për shqiptarët hipokrizia e aksionit perëndimor, hipokrizia e euroatlantizmit, hipokrizia e Washingtonit dhe e Brukselit, dhe shqiptarët vërtetësisht do të përgatiten për alternativa të reja gjeopolitike të zhgënjur nga aksioni euroatlantist. Unë besoj që oferta euroatlantiste e ka kosto të jashtëzakonshme Edi Ramën, sektin e rilindjes dhe bashkëpunëtorët e tij në opozit. Dhe jam i prirur të besoj që kanë nevojë ende për t'i patur shqiptarët në anën e tyre. Dhe ne urojmë që të ndodhë kjo. Zoti Osmani, unë ju falenderoj për gjithë analizën tuaj këtu në Agora News. Faleminderit, kënaqësia ishte e imja që të bisedoj me ju. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.